Pacha me ju o vëllezër dhe motra. Sot liturgjia e fjalës na tregon diçka mrekullueshme. Krishti është i pranishëm në çdo person nevojtar. Në çdo person që ka një varfëri. Në radhën e parë në të krishterët, edhe është një lajm ngushëllueshëm, edhe që na jep gëzim të gjitha atyre që shpallin ungjillin, që kanë lanë çdo gjë, që hynë edhe në gjendjet të vështira. Ne shumë herë mund të mendojmë se misionarët kanë me kenë eroe, superhero. Jo, realiteti është që në varfërinë tonë, nëse dikush na ndihmon, një pagan, një që nuk është i krishter, ne ndihmon Krishtin, takon Krishtin. Edhe këtë gjë Krishti thot në Ungjil. Çfarë do gjë, çfarë keni bë ose nuk keni bë për vëllezërit e mi më të vegjël, e keni bë për mua. I do të barri në shpërblimin e vet. Nëse ti jep një gotë ujë të freskët, një i krishteri, sepse është dishepull i Krishtit, do të marrësh shpërblimin tënd. Por nuk është vetëm për të krishterët. Kjo është në radhën e parë. Bota, paganet do të gjykohen sipas dashurisë. Në këto veprat konkrete të dashurisë, me dhanë me hangër ata që nuk kanë, që kanë uri, me dhanë me pi ata që kanë etje, me bujt ata që janë shtektar, me mirëpranu ata, me vizitu ata që janë të semur, me vizitu edhe ata që janë në burg. Kisha na fton edhe që të varrosin në mënyrë të denjë të krishter të ndjerët tanë, edhe të tjerët. Me dha një varrim, me varrose në mënyrë të denjë njerëzit. Edhe Krishti do ta shpërblej këto gjana. Kjo është dashuria konkrete, veprat e mëshirës trupore, por ka edhe veprat e mëshirës shpirtërore, që është të mirë që ne ta ushtrojmë. Sepse Krishti në vendin e parë, ai ushtron këtë dashuri, këtë mëshirë ndaj nesh. Edhe lemosha është e lidhur me elemosione, me mëshirën, me pa lemosh është me ushtru këto veprat të mëshirës. Lemosha vërtet është kjo, me pas dhemshuri për të tjerët, dhemshuri reale. Edhe Krishti është i pranishëm, jo vetëm në të krishterët që vuan, që kanë nevojë për ndihmë të tjerëve, por është i pranishëm në çdo njeri. Edhe nuk ka njeri më i varfër se mëkatari. Atëherë Krishti është i pranishëm në burrin tënd, pjanec, po. Është i pranishëm në fëmijët e tu, që ndoshta janë larguar, që ndoshta janë duke vuajtur edhe në drogë. Është i pranishëm në ta. Është i pranishëm në gruan tënde që është e plagosur në zemër. Është i pranishëm në atë person që është vuaj për depresion. Krishti është i pranishëm në çdo person që ka nevojë. Edhe jo vetëm persona që janë të plagosur për mëkatarët, për ata që vuajnë për mëkatet e veta, por edhe që vuan edhe mëkatet e të tjerëve në mënyrë të pafajshëm. Krishti është i pranishëm në çdo njeri. Por në mënyrë të veçantë në ata që vuajnë. Tërkurajë, kjo është një lajm të mirë, shumë serioze, po një lajm të mirë, se kemi mundësi me ushtru dashurin ton ndaj Krishtit me të vërtet i pranishëm, që mund ta prekim mishin e tij, në mishin e vllaut ton, në mishin e motrës son. Tërkurajë, le të ushtrojmë mëshirën ndaj të tjerëve, sepse Zoti është i mëshirshëm ndaj nesh. Që lëvdu Krishti.